Pishinat janë elementi kryesor I çdo feste verore. Mund të jetë një pishinë e madhe, një park lojrash uji, apo edhe një pishinë fare e vogël për shumë pak persona. Me siguri ju po mendoni për pishina normale që mund t'ju ketë zënë syri gjatë pushimeve. Por disa nga këto pishina jo vetëm që janë shumë të veçanta, por edhe shumë të frikshme. Nga një pishinë shumë metra lartësi dhe pamburoj deri tek një tjetër që gjendet në mes të maleve, në këtë video do të ndiqni 10 pishinat më të frikshme në botë. Ky është një nga rezortet më të mëdha e luksoze në Singapur. Aty ka dhe shumë komoditete për turistët, përfshirë kazinot dhe dyqanet e shumt. Gjithsesi, një nga asetet më të rëndësishme të këtij rezorti është padyshim pishina. Ajo gjendet në majtë të ndërtesës së hotelit. Për njerëzit që mund të kenë frikë nga lartësitë, është normalisht e frikshme dhe pothuajse e pamundur të bëjë një zhytje atje. Por pishina nuk është e frikshme vetëm për ato që kanë fobi lartësitë. Ajo gjendet në majtë të 57 kateve të hotelit me pothuajse fare mekanizma mbrojtës apo parmak. Gjatë këtyre viteve çuditërisht nuk ka patur ankesa për një gjë të tillë. Me sa duket në këtë rezort shkojnë vetëm njerëzit që duan të përjetojnë adrenalinën apo frikën në një farë mënyre. Kjo pishinë është gati 146 metra e gjatë dhe kjo e bën jo vetëm një nga më të mëdhat në botë, por edhe një nga më të frikshmet. Pishina që do të shihni tani do t'ju manis, por edhe do t'ju friksoj në të njëjtën kohë. Nëse në rastin e mëparshëm pishina ishte e vendosur në një vend specifik, në këtë rast avancimi teknologjik, inxhinierik dhe dizenjues kanë arritur kulmin. Kjo pishinë që po shihni në foto qëndron pezull si një shtesë e katit të fundit të kësaj ndërtese. Në të vërtetë kur e sheh nga larg duket si stili I lojës së famshme Minecraft. Aty nuk ka mbështetëse dhe dyshemeja është prej xhami transparent në mënyrë që vizitorët të shohin edhe qytetin nga lart. Duket tmerruese vetëm kur e sheh në video. Imagjinoni që ka njerëz që shkojnë shpesh atje. Shumë njerëzve të tjerë kjo pamje I jep ankth dhe guximtar apo jo, çdo njeri duhet të mendohet 2 herë para se të futet në atë pishinë. Duket tamam si një kuti xhami e veçuar pa mbrojtje apo siguri. Kjo pishinë duket sikur është më pak tmerruese se të tjerat, por gjithsesi është goxha unike. Gjendet në hotelin Hilton në Auckland, Zelandi e Re. Siç mund ta shihni edhe nga video, fokusi në këtë pishinë nuk është në pjesën e poshtme apo të sipërme, por anash. Kjo vendosje jo vetëm që I jep vizitorëve mundësinë për të shijuar pamjen e qytetit, por ofron edhe kalimtarëve një pamje interesante të pushuesve që notojnë në pishinë. Materiali I pjesës ansore është gjam, por I forcuar me 2 shtresa në mënyrë që të mos ketë rrezik thyerje apo rënje. Me të vërtetë që nuk është shumë e frikshme pasi nuk ka shumë mundësi për të lënduar, por është goxha e sikletshme të notosh aty. Imagjinoni që të gjithë kalimtarët mund të shohin trupin tuaj teksa notonin në qetësi. Kjo është një tjetër pishinë unike në listën e sotme. Në të vërtetë nuk duket e frikshme, por duket se shkakton diskomfort. Termi më I saktë është pishina e përgjakur. Ajo duket sikur është vërtet e mbushur me gjak. Disa pushues madje shprehen se duket sikur në atë pishinë ka qenë një peshkaqen I cili ka sulmuar njerëzit. Por fatmirësisht shpjegimi pas ngjyrës së kuqe të ujit nuk është kaq I frikshëm. Kjo pishinë gjendet në Tajland në një rezort turistik gjigant. Ngjyra e kuqe e saj nuk vjen nga gjaku apo nga ndonjë bojë e përdorur në ujë, por nga pllakat e pishinës. Ato janë ngjyrë të kuqe, portokalli dhe të verdha. Kombinimi I këtyre ngjyrave poshtë ujit transparent I jep një pamje të përgjakshme. Kjo pishinë është një shembull tipik dhe shumë I bukur I stilit minimalist. Pra është e sigurt të notosh aty për sa kohë që nuk e keni problem për shtypjen e përgjakshme që mund t'i krijojë të tjerëve. Ndryshe nga ato që pam deri tani, kjo është një pishinë personale. Në fakt mund të jetë edhe pishina e vetme personale në listën tonë dhe gjendet në një shtëpi të madhe në Madrid.
Mund t'ju kenë bërë përshtypje ato që keni parë deri tani, por prisni sa të shihni veçantinë e kësaj pishine. Ajo është si një zgjatim i shtëpisë dhe del jashtë territorit të saj disa metra. Edhe pse lartësia e kësaj pishine nuk krahasohet me ato që kemi parë deri tani, duket paksa e frikshme. Imagjinoni pak sikur të jeni duke pushuar aty dhe pjesa e zgjatjes së pishinës të shkëputet fare papritur. Normalisht janë marrë masat e duhura që kjo të mos ndodh, por gjithsesi për çdo që mund të ketë frikë, në katin e poshtëm të shtëpisë ndodhet një pishinë tjetër më normale. Keni parë ndonjëherë ndonjë ndërtesë me struktura që të çuditshme sa të mendoni se po shihni një film fantashkencë? Kjo ndërtesë që do të shihni është pothuajse surreale. Këto janë pishinat e kullës qiellore në qytetin e Meksikës. Koncepti i këtyre pishinave është pothuajse i ngjashëm me ato të Holiday Inn, por në këtë rast është egzageruar paksa. Kjo ndërtesë që po shihni jo vetëm që ka shumë më shumë pishina se ndërtesat që kemi parë deri tani, por ato madje janë të mbivendosura mbi njëra tjetrën. Secila prej tyre është në lartësi të ndryshme dhe pothuajse krijohet iluzioni sikur mund të hidhesh nga njëra pishinë në tjetrën. Por normalisht që kjo nuk duhet provuar. Një ngatresë apo rrëshqitje e vogël dhe përfundon në fund të ndërtesës me pasoja fatale. Nuk ka një informacion të qartë mbi lartësinë e saktë të secilës pishinë, megjithatë po ta masim me sy duket që është goxha e frikshme të notosh apo të biesh që atje lart. Edhe pishinat normale janë po kaq të bukura apo jo? Kjo pishinë edhe pse e ulët është shumë unike. Me siguri që po konfuzoheni nga video që po shihni, pasi duket më shumë si një pellë ku kafshët mund të pinë ujë sesa si një pishinë. Dhe në fakt ashtu funksionon. Kjo pishinë kryen funksionin e burimit të ujit, ku kafshët shkojnë pushojnë e freskohen gjatë pranverës. Aty mund të shohësh elefant, gazela dhe ndonjëherë edhe luan. Ato kalojnë aty dhe ndalojnë të shuajnë etjen, ndërsa njerëzit mund të jenë brenda në pishinë duke notuar. Nuk ka raste incidentesh të raportuara nga ky destinacion, por as nuk mund të gjendet një listë me masat paraprake që mund të jenë ndërmarrë për të evituar rreziqet e mundshme. Pishina që do të shihni tani është më pak luksoze se të tjerat dhe shumë e rrezikshme në të njëjtën kohë. Këtu ju edhe sikur të donit nuk do të mund të shkoni dot për të notuar. Në Chernobyl ndodhi një aksident shumë tragjik, gjatë të cilit termocentrali bërthamor pësoi dëmtim. Kjo e çoi në shpërthimin e një rrezatimi vdekjeprurës që shkaktoi edhe shumë vdekje, si dhe përhapjen e energjisë vdekjeprurëse në të gjithë zonat përreth. Pishina që po shihni në video ishte e mbushur me ujë më parë dhe funksiononte normalisht. Tashmë pamja e saj bosh dhe e zymt krijon një ndjesi jo të këndshme. Është madje një shembull i skenës së tmerrit në ato kohë tragjike kur ndodhi incidenti. Është e mundur që pishina të mbushet përsëri me ujë të funksionojë si më parë, por ekziston gjithashtu rreziku që aty të ketë akoma rrezatim dhe parazitet e tjerë të ndotin ujin. Ndoshta do të ishte mundur të notonit aty, por mund t'i kushtonte edhe jetën. Kjo nuk është një pishinë e vërtet, prandaj edhe nuk është tamam pjesë e listës së sotme. Duket që është një foto e montuar edhe pse me një llogari të thjeshtë është e mundur që një helikopter i tillë të mbajë një pishinë. Mendoni se do të ekzistonte një njeri që do ta ndërmerrte një rrezik të tillë duke u larë në një pishinë e cila mbahet nga një helikopter? Në të vërtetë duket më shumë si një lumë sesa një pishinë. Ndodhet në ujëvarët Victoria në Afrikë. Është jashtëzakonisht e bukur me ujë të rrjedhshëm, gjelbërim rreth e përçark dhe gjithashtu ujëvara. Ka njerëz që i pëlqen të lahen aty, vetëm se ata paralajmërohen të mos shkojnë shumë pranë ujëvarës, pasi është shumë e rrezikshme. Gjithsesi, ky është një destinacion shumë i pëlqyer nga turistët. Kur uji është i qetë, njerëzit mund të shkojnë deri në buzë të ujëvarës për të bërë foto apo për të notuar. Kjo është e mundur në periudhën gushtdjetor, ku niveli i ujit është mjaftueshëm i ulët dhe rryma është shumë e dobët. Në këtë periudhë nuk ka rrezik të përfundoni në ujëvar vetëm nëse rrëshqisni ose ju shtyn dikush. Njerëzit që shkojnë atje shprehen se është një nga eksperiencat më unike që kanë përjetuar ndonjëherë.
pasi kemi parë pishinat me lartësi marramëndse, interaktivitetin me kafshët dhe pishinën në një ujëvar, mendoni se mund të ketë diçka më të frikshme? Pishina që do të shohim tani ndodhet në malet e ftohta të Zvicrës. Në pamje të parë në fakt nuk duket shumë e frikshme. Të paktën nuk është asgjë krahasuar me ato që pam. Faktori që e bën të frikshme është vendodhja e saj. Një rrëshqitje dhe do të jeni duke u rrokullisur në malin me dëbor. Normalisht që do të mbietonit, por do të ishit shumë i zhveshur për ta përballuar të ftohtin e ambientit. Cila nga pishinat ju pëlqeu më shumë dhe tek cila nga ato do të kishit guximin të notonit? Na tregoni në komente.